Ka qenë një grua e cila erdhi te ne me disne në maternitet, ishte as e dinte që kishte katërnjak, e dinte gemelare në fillim. Pastaj kur ka ardhur në maternitet, ndoshta ka qenë mesi shtatzanis, u pa që ishte katërnjak dhe i persistonte disnea dhe u diagnostikua me stenozë mitrale. As që e dinte. Çfarë moshe kishte? 27, 28, nuk e kishte shtatzanin e parë, kishte 2 fëmijë më përpara, as si kishte shkuar ndërmendje që të diagnostikohej. Por është një gjë, në kushtet e shtatzanisë, stenoza mitrale, sipërfaqja mitrale, nganjëherë nuk është duke sigurisht e stenozë severe mitrale, por praktikisht ishte një stenozë moderuar mitrale. Është ndjekur me shumë vështirësi, shkuam deri afër fundit dhe të 4 vajzat e saj, ajo lindi 4 vajza, të cilat kur kanë ardhur të më takojnë më vonë, ato ishin rritur, ndofta ishin 10 vjeçe ca, u bën shumë vite tani me atë. Ishte një mrekulli. Të 4 gocat jo vetëm që mbijetuan, pacientja mbijetoi, rriti me shumë vështirësi sepse pati pastaj edhe probleme familjare. Por ky ka qenë një nga rastet e rralla, një stenozë mitrale të mbaj një shtatzanim me katërnjak.